Dy shqiptarët Babe Biru plagosën me armë detaje nga atentati në Greqi. Autori hyri në lokal dhe një atentat me armë zjarri ka lënë të plagosur dy shqiptarë në orët e para të mëngjesit të sotëm, 12 janar në zonën e Agio Dimitrou në Athinë. Ngjarja ndodhi rreth orës 02:40 të mëngjesit të sotëm, ku një person ka hyrë brenda lokalit në pronësi të shtetasit Negri Sinovar Fraj 39 vjeç dhe ka përzjar ndaj tij dhe babait të tij 70 vjeçar. Autori ka qelluar të dy personat në këmbë dhe i ka lënë plagosur me nga një plumb secilin, pas kësaj ai është larguar nga vendi i ngjarjes me automjet. Dy të plagosurit u transportuan drejt spitalit ku ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Policia po heton për rrethanat e ngjarjes, pa përjashtuar pistën e rivalitetit mes tifozëve të ekipeve të futbollit, pasi Sinovar Fraj është pjesë e grupimit të organizuar të tifozëve të ekipit AEK.